Ose është dërheqja ajo, ju keni në media këtë lexon apo ju duket dërheqja që ajo? Ma mujmë edhe sot më mbledh. Më mbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment. Ne situata që ka kriju lëvizja vetëvendosje është e paprecedent. Sepse këta vetë e kanë miratu ligjin për qeverinë pa votat tona dhe në atë ligj e kanë shkruajt vetë që s'mundet kryeministri dhe ministrat dhe anëtarët e ekzekutivit me u betu si deputet. Është çështje shumë e thjeshtë. Logjika e këtyre me shkel kushtetutën me çdo kusht është logjike e cila s'duhet me kalu në kuvendin e Kosovës. Nuk mundën me ardhë dhe me imponu vullnetin antikushtetues. Ka kalu kjo ku. 4 vite e kanë shkel kushtetutën çdo javë çdo muaj. Është dashur me i çunë në gjykatën kushtetuese këtë vendimet e tyre të paligjshme kundër kushtetuese. Nuk do të lejojmë me fillu kjo legjislaturë e re me shkelje kushtetuese. Ose është dërheqja ajo, ju keni në media këtë lexon apo ju duket dërheqja që ajo? Ai po referohet, më falni, hajt shkoni pyetni në KQZ. A ka me 27-in që po i referohet aty një date, a ka njoftim? Kur njoftim nuk ka në KQZ për kryeministri Kurti me thonë kam dërheqje, nuk japet dërheqja në KQZ. Dërheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se çka kuvendi ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dërheqja ajo zotni. Ju mundi më thonë çka dëni, na nuk e kemi bojkotu, na kemi votu. Vota e deputetëve është votë lirë. E kemi treguar arsyen pse. E kemi treguar arsyen pse. Dhe këtu pak para unë ju thash, veç le të shkon zonia, le të jap dorëheqje, le të kthehet. Prap, atëherë ka kuptim. Pa atëherë s'mund më kthy edhe kryeministri. S'mundet me majtë edhe pozitën e deputetit dhe pozitën e kryeministrit. Kushtetuta nuk ja lejon. Jo unë. Sot vullneti im është kushtetuta. Ajo që mund t'ua them unë është që çdo vonesë me konstitut institucionet është humbje për Kosovën. Ne thrasim sot sa më herët zotin Kurti, le të jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë në kuvend. Le të vinë në kuvend, po le të japin dorëheqje. Nuk japet me Facebook e me referime këtë njoftim atë njoftim. Jap dorëheqje për pozitës kryeministrit, ata tjerë për pozitave të ministrave, etj. Le të vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu kontekstit, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota ju. Ata do duhet sot me dhënë dorëheqje, edhe me mbledh, na mujmë edhe sot me mbledh. Me mbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment, ne kemi prit, ne jemi konë jashtëzakonisht të zhgënjym pse është zgjat ka shumë ky proces, kemi ardhur deri sot me konstitu. Ne jemi këtu me konstitu kuvendit. Ne kemi ardhur duke besuar që sot votohet edhe kryetari edhe nënkryetarët, përveç që jepet betimi dhe që fillojmë me hyrë në procesin kushtetues të krijimit të qeverisë. Por duket që këta me 52 vota janë larg prej një situatë të tillë.